Sot, në tregun e punës në Shqipëri, janë rreth 20.000 qytetarë pensionistë, të cilët vijojnë të jenë aktiv në tregun e punës dhe të derdhin kontribute për sigurime shoqërore. Ligji aktual këtyre individëve nuk ju njeh periudhën e punës me kontribute si periudhë sigurimi, por nga ana tjetër dhe kontributet e derdhura nuk çojnë në një llogaritë e pensionit. Kjo gjë duhet të korrigjohet menjëherë, pasi të gjithë qytetarët pensionistë që vijojnë të jenë aktiv në tregun e punës, do të duhet që çdo vit pune me kontribute, ligji t'ua njohë si periudhë kontributive dhe çdo kontribut të derdhur t'u njihet si vlerë e cila të çojë në një llogaritje të pensionit të tyre. Kjo do thotë t'u ofrosh atyre jo vetëm respekt, por edhe dinjitet dhe njëkohësisht vlerësim për punën e tyre, pasi ata vijojnë të jenë kontribues ndaj shoqërisë, edhe pse janë në pension, kur ndërkohë kanë kontribuar një jetë të tërë. Kjo gjë duhet të bëhet edhe për të mbrojtur parimin kontribues përfitues, që do thotë çdo kontribut të derdhur duhet ta përfitosh. Unë juftoj të abonohen në kanalin tim në YouTube të Utanune Kortoqi për të mësuar më shumë mbi të drejtat e pensioneve, por njëkohësisht edhe mbi atë çka duhet të ndryshohet në sistemin aktual të pensioneve.